keni shumë të drejtë. Unë kam ngritur të çështje, e kam parë si një çështje lirie. Pra, më duket e pabesueshme se si qeveria të vendosit të kufizojë lëvizjen e njerëzve. Nuk e gjen as në vend evropian këtë gjë. Përkundrazi, policia në vendet evropiane edukon qytetarët që të ecin me monopatina dhe nuk i bllokon ata. Sepse sipas njëjtës logjike, qeveria i bie të bllokojë dhe biçikletat, makinat, se janë burime aksidentesh. Praktika europiane thotë që monopatinat elektrike mund të ecin në korsinë e biçikletës, me kaskën e sigurisë, jo më shumë se 25 km në orë, dhe mund ta bësh lirisht të gjë. Por fatkeqësisht mendoj që mbasi vendimit për ta bllokuar, qeveria ka një plan, ndoshta për të përfshirë një biznesmen për të kapur tregun. Jemi informuar në rrugë jo zyrtare, të është përgatitur një draft nga ana e Ministrisë Brendshme, që blerjen dhe qarkullimin e një monopatineve do e konsideroj sikur ke bler një makinë. Pra ti nëse do blesh monopatin, do bësh dogan, do bësh regjistrim, do detyrimin e transporteve, do paguash taks, pra një lloj sikur ke një makinë. Dhe kjo nxjerrja e shtojë bizneset e vogla. Do thotë që do të përqendroj biznesin e shitjes dhe operimit të tyre në një dorë të vetme. Dhe janë me dhjetra biznese të vogla që i blejnë, i shesin, i reparojnë këto monopatina, të cilat do dalin nga shloja fatkeqësisht. Nëse ky projekt i qeverisë do aplikohet.